Profeti Sulejman, paqja qoftë mbi të, e pati pyetur një milingon se çfarë hante ajo një vit të tërë. Milingona i që përgjigju: një kokër grua. Atëherë, për ta vërtetuar, e pati mbyllur milingonën brenda një kutije dhe i vuri brenda edhe një kokër grua. Pas një viti, e hapi kutinë dhe pa se ajo nuk kishte ngrënë veçse gjysmën e kokrës. E pyeti: a nuk e haje ti një kokër gruri në vit? Dhe milingona ju përgjigj kështu: o Sulejman, kur furnizimin tim ma jepte Allahu i lartë, që çdo rizq e ndan me shumicë dhe bujari, ashtu ishte. Ama, duke hyrë ti në mes, unë s'kisha si ta dija çfarë do të bëje ti në të ardhmen. Po sikur të më harroje, sepse ti je harrestar. Ndërsa Zoti im nuk e harron asnjëherë asnjërin prej krijesave të tij. Prandaj edhe unë u solla me maturi. Të dashur miq, marrja e masave përkatëse dhe maturia një kapital i madh për çdo në përpjekjet për të arritur atë që shpreson.